Selam aleikum hoxha, prishet agjerimi mi përlathot kafshët Allahu të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Zotin a rujt. Është mëkat kjo gjë. Torturimi i kafshëve është mëkat, Allahu na rujt. Dhe të bëhesh shkak që një kafshë të vras një kafshë tjetër, Allahu na rujt. Duhet me i mëshiru, me tregu mëshirë ndaj kafshës. Dhe subhanallah, një grua hyri në zjarr për shkak të një macje. Ajo pra e burgosi, si thoshe, e pengoi, pra me lënë të lirë, as nuk jepte për të ngrënë, as për të pirë, dhe as nuk e linte pra të kërkonte ushqimin vet. Zot na ruaj. Dhe besimtarja duhet me qenë i mëshirshëm, me tregu mëshirë për kafshët, për njerëzit patjetër, por edhe për kafshët. Dhe një grua ishte imorale, ajo i dha për të pi një kafshë, e fali Zoti i gjatësisë. Për shkak të kësaj të mire pra që ajo bëri. E përsa i përket agjerimit, agjerimi nuk prishet, por paksohet shpërblimi nëse ti lëndon pra gjallësat. Robi besimtari duhet me u mundu, me u tregu i mëshirshëm.